Mama build it for you. Put the cards down. 1, 2, 3. Wow! Ndërtuam këtë race track me Angelon. E pam në YouTube, është me Magnet Tiles. Në Magnet Tiles mund të ndërtosh praktikisht çdo lloj gjëje. Është diçka shumë e thjeshtë, po që Angelo po kënaqet shumë. Po karazi mamit. Me shpirt. Sot është e premte, por unë dhe Angelo primi në shtëpi, sepse Angelo s'ka qenë dhe aq mirë. Kështu që po shpenzojmë ditën në shtëpi sot të ditë s'ka. Right, Angelo? Yeah. Me shpirt? Kjo është treka Angelos përpara sa i të filloj që të haj. Sa është që sot është si pa qep. Edhe të shikojmë dhe të lugojnë në fund se sa do haj shpirti vockël. Haja mama se është super e mirë, okay? Here. Dhe ja çfarë hëngri Angelo nga pjata e vet, vetëm çfarë quhet ajo? Okej, 1 sekond mama. Portokallet edhe kastravecin, të tjerat i la. Është e kuptueshme sepse ka 2 ditë që është i smur me temperaturë dhe kuptohet që kur janë të smur fëmijët duhet t'ju japësh shumë herë nga pak. Kështu që jam e kënaqur me atë që hëngri, pasi nuk kishte ngrënë asgjë që në mëngjes. Edhe ora po shkon diku te 12, kështu që pak nga pak. Tani kërkoj që të haj. Kam vënë këtu lëngën e pulës sepse e kërkoj vetëm me oriz, edhe pa pul, pa karrota, asnjë gjë, kështu që do përpiqem do ja bëj, çikoj do e pëlqej apo jo. Edhe we'll see. Është buka e sourdoughs. Sourdough bread e larg atë natës në frigorifer dhe duket mirë, duket e fryrë. Të shikojmë tani kur të piqet, se kam idem, tani do e pres. Dhe shpresoj shumë që të dali ashtu si unë dua. So this looks pretty big. This one. Mirë se keni ardhur në kanalin tim. Unë e Bona, sot është dita e nënave. Ja ku i kam marrë edhe lullet. Të shtyre të gjithave. Gëzuar festën tuaj, qofshin nëna më të lumtura në botë. Kështu e do nisim këtë video në këtë ditë nënash dhe le të shkojmë sepse jemi gati për të dalë bashkë me Aleksin dhe fëmijët. Dhe shkojmë çfarë do bëjmë, nuk e di sepse koha nuk ra premton shumë sot, pasi është freskët. Nuk ka diell, kështu që të shikoj. Gëzuar. Dhe buka ime e sourdoughs doli kaq e mirë. Nuk besoj që merren e parë do më dilte kaq e mirë. Në fakt, duhet ta shikoj nga brenda tani, sepse kështu jashtë është kërce. Edhe duhet ta shikoj brenda se si do jetë pjekur. Shpresoj që të jetë pjekur shumë mirë. Do e presim bashk. Hajt. Wow. Vetëm shikoni pak këtë butësi që ka. Sa e mirë që duket. Wow. Jam shumë kënaqur për veten time. Shif vetëm duhet ta provoj pak të shikoj se si është. Qa të hash. Sinqerisht. Është bërë shumë e mirë. Shumë e mirë.
tjetër ditë. Wow, sa shumë kohë pa folur, më duke sigur kam harruar që të flas me kamerën. Kisha goxha kohë për bërë një vlog kështu në shtëpi, sepse mendova që thjesht i bëj vlogjet në momentet që bëjmë një udhëtim të vogël, qoftë në fundjavë, qoftë kur shkojmë me pushime, por që nuk e di. Tani që erdhi po vjen vera, domethënë jemi në stilin e pranverës akoma, po që po vjen vera dhe koha është më e ngrohtë, të motivon më tepër. Neve ikëm në Florida, siç edhe e pat, dhe unë kam marrë pak ngjyrë, kështu që më pëlqen shumë. Edhe në momentin që vendos atë nuk e di nëse kam thënë, por kam një krem pudër, le ta quajmë, nuk është pudër tamam kështu. Edhe ajo thjesht është si pun kremi me ngjyrë dhe t'i jep një shkëlqim shumë të bukur. Dhe tani sot unë nuk kam vënë as edhe një lloj gjëje, domethënë, por që kur e vendos atë më tregon fytyrën shumë të pastër, shumë të lëmuar, gjithsesi, se nuk e hapa kamerën që të flas për këtë, po që të ti pyesja si keni qenë, çfarë keni bërë, kemi shumë kohë pa folur, më shkruani në komente sepse dua që të flasim edhe pak a shumë të reconnect ose nuk si ta them ndryshe. Gjithsesi, hapa kamerën sepse kur shkova herën e fundit në Marshalls, nuk kishim ndërmend që të shkonim aty, se do shkonim në Family Dollar për të marrë diçka për fëmijët, se po kërkonin lodra e gjëra kështu. Edhe me fëmijët sot po të shkosh nëpër dyqane të tjera, ato lodrat janë shumë shtrenjta, kështu që jo sugjeroj nëse keni fëmijë të vegjël, se fëmijët gënjejnë me çdo lloj gjëje, shkoni në Family Dollar, i keni shumë herë më të lira, edhe gjithsesi. Do shkojmë aty, por pastaj përfunduam duke shkuar në Marshalls. Edhe kishte gjëra shumë të bukura, kishte gjëra të sezonit, të stinës, edhe me të vërtetë që gjeta gjëra që më nevojiteshin, por edhe që ishin shumë bukura. Kështu që do t'ju tregoj tani. Fillimisht mora këto shapkat këtu. Lepitka shapka, kështu i themi ne nga Korça. Edhe janë shumë bukura, kanë këtë dizenjon këtu, domethënë me këtë si punë tokse, në ngjyrë katrore. Këto ishin diku tek $27, po është handmade dhe janë bërë në Itali, domethënë, po që janë shumë të rehatshme, janë për më tepër shumë të lezetshme dhe mund t'i, sidomos tani në këtë periudhën e pranverë, mund t'i veshësh me çdo lloj gjëje, me pantallona, me fustane, me funde, pantallona të shkurtra, kështu që janë super komode edhe super të lezetshme. Pra kjo ishte blerja ime e parë. Pastaj, shikoni se çfarë gjeta këtë lloj kostumi, që po ta shikoni kështu, do thoni ju, wow, sa i madh që qen ka, ku të bën ty kjo. Por që jo, kjo është mass medium, edhe unë kështu thash kur e pash në fillim, domethënë që kjo s'ka shans që mund të më bëj. Edhe kur isha në dyqan nuk e provova, me thënë të vërtetën, se thash shkoj në shtëpi, të provoj, nëse s'më bën e kam atë faturën, thjesht mund ta kthej. Po që janë kaq të bukura, kanë këto kopsa këtu përpara siç mund ta shikoni, kanë këto dy xhepat, edhe janë kaq të rehatshme se nuk di domethënë t'ja u shpjegoj. Dhe ky është jeans, por është jeans jo i rënd, është jeans shumë i lehtë, edhe pjesën poshtë janë kështu wide legs, domethënë të gjëra, jo shumë gjëra, po as shumë të ngushta. Dhe më pëlqejnë shumë. Kur t'i vesh në një ditë do t'ja u tregoj, sepse duken super të bukura. Kjo ishte diku tek $19.99, $20 domethënë. Po që janë shumë të lezetshme. Gjeta këtë. Edhe gjëja e fundit pastaj që mora dhe që më pëlqeu shumë, kishte plot fustane që kishin nxjerrë domethënë në clearance ose në ulje, dhe ky ishte një nga këta. Pjesa këtu përpara vjen kështu si e derdhur domethënë, është i gjatë deri në fund të këmbëve. Dhe pjesën e kurizit e ka kështu të hapur, siç mund ta shikoni këtu, është masa small, edhe kjo është bërë në Meksiko, made in Mexico thot. Edhe kjo pjesa, kjo lloj ngjyre domethënë, nuk është se kam shumë qejf ngjyrën kafe, por që kjo kafja e pjekur më pëlqen, edhe kjo lloj cope kështu me pika është shumë në modë tani, kështu që sapo e pash tash do ta marr. Edhe më ri super yll. Kështu, këto ishin blerjet e mia. Tani sot, thash që nuk është se do bëjmë ndonjë gjë kush e di, neve u ngritëm që në mëngjes, kam filluar fëmijët kursin e notit, edhe na duhet që edhe të shtunave duhet ngrihemi shumë në mëngjes, sepse Alessia fillon 9:30, Angelo fillon në 10:30, kështu që jemi aty deri diku tek ora 11:30 vim në shtëpi. Edhe unë isha shumë e lodhur sepse u ngrita shumë herë natën në fakt. Kam filluar që të bëj sourdough bread,
ma dha një shoqe starterin, edhe falenderoj shumë, që ose e shikon videon time, e falenderoj shumë Geriolën. Po që e nisa domethënë e bëra atë përzierjen në mëngjes, dje, edhe thash unë ndërsa të vi nga puna, ajo të brumi do jetë fryrë dhe në këtë mënyrë mund ta punoj, ta lej gjatë natës në frigorifer dhe pastaj ta pik ditën tjetër, domethënë për sot. Mirë po, nuk e planifikova mirë ashtu siç duhej, sepse unë fillova që ta punoja atë diku nga ora 5, pastaj duhet ta linje të vinte, andaj këtë edhe domethënë duhet që ta lija për diku 5-6 orë, domethënë që të vinte brumi, edhe pastaj ta përpunoja dhe ta fusja në frigorifer. Kështu që ajo 5-6 orë i mbushte diku tek ora 2 natës. Kështu që kam vënë alarmin, u ngrita në orën 2 natës, fillova e punova bukën, e futa në frigorifer dhe kur u ngrita në mëngjes, sot jam ngritur me dhimbje koke në fakt. Edhe kështu kanë kaluar këto ditë, kështu që sot nuk është të bëjmë ndonjë gjë, domethënë koha është shumë e bukur. Fëmijët tani nga që ishin të lodhur erdha ju dash me një snack. Tani po shikojnë diçka në televizor, ndërkohë që unë do bëj drekën, kam menduar që të bëj fasule me pastërma sot. Edhe pastaj do dalim pak aty për jashtë që të luajnë fëmijët në opori. Dhe kështu të kaloj dita jonë. Kështu që na ndiqni ditën tonë, unë tani do merrem me pastrim, do merrem me drekën. Duhet të pastroj shumë mirë shtëpinë sot sepse është shtunë, fundjavë edhe këtë gjë bëjmë në fund. Ups. Okej, shihemi pak më vonë. Isha duke pastruar edhe gjeta këtë që nuk jo kanë treguar. Aty tek shkolla ku unë punoj, zakonisht, po çdo muaj bëhet një si punë mbledhje që e quajnë Big Family Meeting, edhe aty fëmijët edhe stafi domethënë fitojnë nga një si çmim domethënë si award e quajnë, që për punën domethënë që bëjnë, qoftë stafi, qoftë për fëmijët domethënë çdo muaj kanë nga një vlerë. Për shembull, muajin e kaluar ishte optimizëm, një muaj tjetër mund të jetë respekt, edhe fëmijët për shembull që tregojnë më shumë respekt gjatë atij muaji marrin një award. Edhe këtë gjë bëjnë edhe me stafin ose me mësuesit, me të gjithë domethënë që punojnë aty. Kështu që ai muaji i fundit ishte mars ose prill, në mars më duket, isha unë ajo që fitova një çmim. Më dha një certifikat për të vlerësuar domethënë gjithë punën që unë bëj aty, për mënyrën se si kujdesem për fëmijët, për mënyrën se si unë e bëj punën time. Domethënë unë ndjeva shumë e vlerësuar edhe me lot në sy domethënë kur mora çmimin. Dhe ishte diçka shumë e bukur, po nga një ana tjetër edhe pak e sikletshme, sepse unë jam person që nuk më pëlqen shumë vëmendja, edhe nuk më pëlqen domethënë që të jem në qendër të vëmendjes. Dhe kur dola aty përpara gjithë mësuesve, nxënësve, isha shumë e turpruar, nuk e di domethënë më ndohesha kështu që të ulja kokën edhe të ikja, nuk thjesht nuk doja që të rija aty, po që gjithsesi ishte diçka shumë e bukur. Edhe kjo thotë may you be proud of the work you do, the person you are and the difference you make. Edhe është diçka shumë e bukur që unë do e kem kujtim për gjithë jetën time, nga shkolla ku unë punoj, edhe po. Tani do t'ju tregoj edhe certifikatën, po me thënë të vërtetën nuk e di se ku e kam vënë, kështu që le të vazhdoj me punët. Po që po, I'm so proud of myself. Go, Alicia, go. Go, Alicia, go. Where's Anja? Where's Angela?
Angela. Yep, he has a finish line. You fell? Guys, I win. All right, go back. Bravo, Angelo. Bravo. I'll go first. Fine. Where the butterflies leave? Okay. Coming. It's just stop and no going. Yeah. Okay, let's take a look. Come on. Go. Tani do ikim në shtëpi njerëz. Se nuk na këndohet, në fakt. Kur është vap, pse është vap. Kur është ftohtë, pse është ftohtë. Kështu që fëmijët erdhën deri këtu për një 10 minuta maksimumi, për 20 minuta rrugë. Edhe tani do ikim në shtëpi. Nuk e di se kemi ndonjë gjë për të bërë, domethënë pasi të shkojmë në shtëpi, po që kështu. Unë mora dhe pakën time, pra një frape, po tani është bërë si ujë në fakt. Gjithsesi, do ikim në shtëpi edhe kaq. Ja ku jemi sërish ka një tjetër ditë. Ky është ai kostumi që ju tregova atje, edhe është super cute. Duke qenë se koha sot është shumë mirë, edhe nuk kam nevojë që të vendos as në një xhekë as gjë tjetër, po thjesht me këtë bluzën e hollme me më ngjata. Tash pse jo, sot është ditë e diel, kohë me diell, do dalim të bëjmë gjëra të bukura, kështu që e vesha dhe jam shumë rehat. Sot unë kisha një takim tek parukierja, edhe si shikoni kam në flokët kaçurela, nuk i shtriva, sepse zakonisht i shtri. Por një nuk doja shumë që të vonohesha, edhe kjo parukierja time i ka rritur çmimet, ka bërë paktësi shumë shtrenjtë. Kështu që thash më mirë deri kaçurela. Edhe kam filluar që t'i dua flokët e mia kaçurela, sepse më përpara nuk i kam dashur shumë. Keni parasysh domethënë që kur ke flokë kaçurela, i do që ti kesh të drejta dhe ato që kanë të drejta i duan kaçurela, pikërisht kështu. Por që tani kohët e fundit kam filluar që t'i dua shumë flokët e mia, edhe kam mësuar që t'i dua kaçurelat dhe të duam veten me këto që jemi. Kështu, unë tani jam vetëm në shtëpi, sepse Aleksi ka dalë bashkë me fëmijët, duke qenë se unë isha te parukierja, edhe do të vinë ata tani dhe pastaj do dalim përsëri, sepse një nuk ka marrë ushqime për gjithë javën. Tjetër duhet kemi ca gjëra të tjera për të bërë, domethënë duhet marrim ca gjëra për shtëpinë, jo piceta, jo gjëra kështu, domethënë që duhet shkojmë në një dyqan tjetër. Kemi diçka tjetër për të bërë që duhet ajo dhe pastaj duhet vinë në shtëpi që të përgatitem për javën, sepse duhet të gatuaj. Shtëpinë shoqërisë zotit e pastrova dje gjithë ditën, domethënë me këtë jam marr, lava çimentot, fshiva, tavolina, gjëra kështu tymra, çfarë kisha domethënë rreth rrotull shtëpisë, kështu që nga kjo jam e qetë, sepse nuk do të kemi rëmuj në shtëpi, edhe kjo është gjëja që mua më streson shumë, që kur vi në shtëpi edhe gjen shtëpi rëmuj dhe nuk di çfarë të bëjmë përpara pastaj. Gjithsesi, do të dalim, kështu që hajdeni dhe ju me mua edhe të bëjmë gjëra të bukura bashkë. Do shkojmë në një vend që do të ha makullore, edhe për ata që më ndiqin prej kohësh e din shumë mirë sepse ne shkojmë gjithmonë tek ai vend disa herë që ngrohet koha, por që është një vend në mes të natyrës, ka pemë, ka shumë gjetpërim, ka një fushë golfi aty, ka një fermë, edhe gjithmonë domethënë në çdo stin të vitit ka aktivitete të ndryshme, kështu që sot është koha shumë ngrohtë dhe është perfekte për të shkuar aty. Kështu që shkojmë bashkë, t'ja tregoj se ku ndodhet për ata që jetojnë këtu dhe se si quhet. Make birthday parties. Well, where are they? Well, people who want to make birthday parties here, they do it. No?
a golf ball. Come on. Okay, I'm gonna eat my ice cream. Eat your ice It's cream. coming. Yummy. Çfarë mori ti mama? Çfarë është ajo? It's half. Half. Half? Tag, Angela. So, Angela, do you want to hug? Yeah. Do you want to see it? I bet you lied to me. I didn't. When you get home. Why?